nga një vendi që në zbritje ati nuk ka dushimi që ajo është libri nga Allahu Gjallishanu. Fihi hudal lil muttaqin, edhe shkaku shalimi i zbritja libri tek Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që njerëzit që kanë devotshmëria, që duan, që mendojnë që unë një ditë nuk isha edhe një ditë kam për të kthehur prap një vendi ku nuk isha. Se njeri ka ardhur nga një vend para një farkoha edhe ka për të kthehur prap. Atëherë, thot Allahu Gjalleshanu, ato që kanë frikë nga Allahu, ato që din që kam për të dhenë logaria para i kryesi im që mua ka kryuar, para ato është ky rruga drejt. Ky libri ka ardhur për të dhenë rruga drejt. Thot Allahu pastaj në disa ajet Kur'an tjera, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, duke dhënë sfida. Në qoftë se ju keni dyshim në këtë libri që kemi zbritur ne bi Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që ai është libri pa dyshim nga Allahu Gjalleshanu, atë le të silni një ajet, një sura i vogël. Sura i vogël në Kur'an është vetëm një reshta e gjysmë vëllezër. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. 3 ajete shumë të shkurtra që bëhet një reshta e gjysmë Kur'anit. Allahu është duke dhënë sfidë. Në qoftë se ju keni dyshim që ky libri që kemi zbritur në Muhammedu Rasulullah, Muhammed çfarë është duke folur, në qoftë se ai ka shpifur nga ana vet. Nëse ju keni dyshim, atëherë ju bëni vetëm një sura i vogël si Kur'an, edhe na sjellni. Vëllezër, Kur'ani ku është zbritur mes arab. Edhe arab, njerëzit që dishin gjuhën e vet, aq mirë që ato thoshin për gjithë dunia që ato janë me mes, nuk flasin dot si flasim ne. Edhe poeta arab atëherë aq famshëm janë që gjithë dunia para atyre ulte kokën vet. Atje Kurani është duke dhënë sfidë që silni një libër, një ajet, një sura si Kurani. Në qoftë se ju keni sill, atë ne mundohemi dhe pranojemi mundja jonë, edhe Muhammed nga dita nesër ka për të lënë folja vet. Se ato arab kanë ardhur shumë herë tek profeti Muhammed për të thënë, o Muhammed, në qoftë se ke dëshira të marrësh një pozitë, ne jemi gati për të dhënë. Pozita ti bëhet e pari Makka edhe e pari gjithë arab, se aq është gjuar jeti. Edhe ne mbehemi mbreti jon. Në qoftë se ke dëshira që bëhet e pasuri më i madhi, ne jemi gati mbledhim pasuria tonë dhe japim ty, edhe ti bëhet njëri më i pasur i botës. Po vetëm lekët, folja që ti flet kundra zotra tonë, që ato adhuroshin disa idhujt, edhe thoshin që është feja baballar tonë. Muhamedi ka thënë, edhe kur profeti a.s. nuk ka dëgjuar fjalë atyre, ato gjitha kanë mblidhur edhe kanë shkuar tek gjaja profeti a.s. që ishte mbroja më i forti në Makka për profeti Muhammed, edhe ai ishte atëherë kryetari i Makkës. Edhe gjithë diskutimi ka bërë me gjajën profeti a.s. Edhe një ditë thret gjaja kishte emrin Abu Talib, që o birim, kishin ardhur sot njerëzit kombijat, edhe kishin ankesat për ty që ti je duke folur kundra feja atyre shumë, edhe riheshtur ose mas lepesha pse unë jem moshuar shumë edhe tani nuk duroj dot kundërshtimi atyre, në qoftë se bëhet paça nga ato gjëra që kanë thirr për mua, prano atyre. Profeti alayhis salam kur ka parë mburohet dukshëm ishtaj gjaja. E vërtet mburonte Allahu Gjalleshanu, edhe historia ka vërtetuar se gjaja ka vdekur pas 3 vit. Po prap profeti Muhammed ka vazhduar mesazhin e vet dhe ka arritur deri në gjithë njerëzimit. Ai ka thënë, o gjaja im, në qoftë se ato lënë në dorën tim, diçka më shtren që duket në jetën njëri çfarë është diell, nëse vit diell në dorë jon. Hana, edhe sot është duke munduar njerëzimit të arrin deri në hana. Nëse ato lënë në dorën tim, hana, edhe në derën tjetër diell, domethënë japin gjithë dunia mua, edhe thon let këtë mesazh unë nuk le dot. Ky mesazh ka ardhur tek mua nga Allahu madhuar, nuk kam shpifur vet. Edhe ty jem duke ftuar për këtë feja. Po ne dim që Abu Talibi nuk ka pranuar nga forca që ishte nga kombi i tij, nga frikë. Dhe ashtu dërgu Allahu Gjalleshanu ka refuzuar kërkesa atyre, edhe ka thënë pasha Allahu, nuk kam për të lëvizur asnjë fjala që
që jemi duke thirrur atyre. Edhe jemi duke parë vëllezër që pas ato gjithë vështirësitë dhe problemet, dërgoi Allahu xhallahu xhanu, edhe doli nga Mekka, ka lënë qytetin e vet ku ishte lindur. Ai 13 vit vazhdimisht gjithë karuanat që kanë ardhur, se Mekka ishte qendër, edhe ishte Kaaba, vazhdimisht nga koha Adam a.s., Ibrahim a.s. ka bërë ridartimi, dhe gjithë arabët dhe nga dunia, se profetët Allahu madhruar kanë ardhur në gjithë anët e botës, edhe ato kanë treguar vlera e Kaabës, detyra Allahu xhallahu xhanu për vizita Kaaba, për haxhi, edhe njerëzit shkoshin edhe atëherë edhe pse ishin në kufrën e jahiliet. Dhe Muhammedu Rasulullah para çdo kombi, para çdo fisi ka treguar edhe ka lënë mesazhin Allahu xhallahu xhanu. Çdo njeri ishte dakord, por thonte kush merr kundërshtimin e arabëve që janë kundra nesh, edhe nuk merrshin profetin alayhis salam. Atëherë erdhi një ditë që njerëzit Medina kanë pranuar edhe ka thënë ti hajde na qytetin ton. Edhe atë momenti profeti alayhis salam ka lënë qyteti më e dashuri. Aq donte dërgoi Allahu xhallahu xhanu që kur ai largon nga Mekka 3 netët e parë, se dinte që janë njerëzit duke kërkuar mua, edhe ai ka i fshehur në një shpela, quhet fshela Thaurit. Pas 3 ditë, kur është duke larguar për në Medina, nuk dinte kur do i kthej prap. Premtimi të Allahu xhallahu xhanu ishte: Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad, o Muhammad. Ai Allahu që ka zbritur tek ty Kurani, ai është duke dhënë fjala që ti ke për të ardhur prap në Mekka. Kjo premtimi nga Allahu ishte, vëllezër, kat premtimi Musa alayhis salam para profetit jon alayhis salam. Musa alayhis salam është para 3500 vit. Dhe mama Musa alayhis salam kur lindet fëmia, atëherë çfarë ishte alarmët nga policia faraonit për të kërkuar djalë, se kush linte djalë në fisi Banu Israil, vriste me njerë policia e faraonit. Edhe është duke kërkuar, edhe mama Musa alayhis salam është duke frikë tani çfarë bëj fëmijë. Edhe vin shpalje në tek mama Musa, hidhe në ditë. Edhe ne do t'i kthejmë djalin tën prap ty, edhe do bëjmë profet. Edhe tek profeti alayhis salam ka ardhur ato informacion në librin e Allahu xhallahu xhanu, që Allahu ka plotësuar premtimin e tij me mamën e Musa alayhis salam në dorën e faraonit. Faraoni është rritur djali i saj, edhe fund fare ka i kthehur edhe është bërë profet, kurse faraoni është i shkatruar. Ashtu Muhamedi është bindur që unë kam për të ardhur prap në Mekka, por nuk dinte kur. Edhe është duke thënë, o qyteti Mekka, ti je qyteti më i dashur në sipërfaqe tokë për mua. Edhe në qoftë se kombi jot njerëzit tanë mua nuk kishin detyruar, unë nuk kisha larguar kur nga ty. Me aq shumë dhimbje ai është duke lënë Mekkan. Për vëllezër ne dim pas sakrifisi i 7-8 vit, Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në vitin 8 hijreti ka hyrë prap në Mekka. Edhe çfarë atë momenti fundit tek Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ardhur ayat Kur'an: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Vëllezër, ishte lajmërimi jo Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot ne kemi presuar feja që kishin filluar nga koha Adam alayhis salam, tani s'ka për të ardhur profeti tjetër. Ti je profeti fundit, libra tani nuk ka për të ardhur libri tjetër, Kurani është Kurani i fundit, dhe tani deri në kiamet njerëzit nëse duan le të ndjekin rrugën tënd, ajo është suksesi. Atëherë para syri Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishin vetëm 124.000 njerëzit. Po mesazhi është që ti deri në kiamet je profet. Edhe feja jot ka për të arritur në çdo shtëpia. Edhe shtëpia do të jetë me tulla ose do të jetë me bari. Çfarë do lë shtëpia, edhe kasola çfarë do të jetë, ti je deri në kiamet. Vëllezër, në atë fusha kush beson të atëherë nëse shikonte që ku ka për të arritur. Në momenti kanë ardhur disa momenta nuk kishte bukë për të ngrënë 2 vakt. Kanë lidhur gurët, por ne jemi sot dëshimtar që shariati Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka arritur deri në fund, edhe bota pse ka munduar me gjitha ato 2, kush? Krishterë dhe jehud. Çfarë nuk kanë bërë gjatë historia për të shkatruar? Edhe në Medina sa herë kanë bërë plan për të vrarë Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të ifshir feja shariati Muhammedu Rasulullah, pse nuk kishin as shumë pajisje si kemi ne sot. Kurani sot ka në çdo xhamia ka 100 Kur'an, po atëherë një Kur'an ishte gjithsesi në Medina. Po ku ishin ruajtur? Në zemrat.
vlezër, sfida si sfid nga Kur'an sot. Merreni Kur'an që është në Shqipëri, merreni Kur'an ande në qosha Indi, merreni Kur'an në një shteti tjetër, në Gajana, ku doni, edhe shifni. A ka një diçka, një pika nuk ka para brapa. Ashtu si shka len Muhammedu Rasulullah në dorën e Abu Bakr, ashtu asot në dorën tonë, pa ndryshuar. Edhe anasil tash hapni Biblët të botës. A janë njësoj? Gjithë njëri, ne muslimani janë ndarë në disa grupë, dikush shia, dikush sunni, dikush filani grupë, po Kur'an gjitha kanë. Në Kur'an gjitha jemi bashkë, që kjo është Kur'ani që Allahu na ka dhenë. Po shifni atyre, ortodok ka një tjetër, evangelist ka një tjetër, se nuk është real, nuk është e vërtet. Allahu nuk ka lënë garancie për të mbrojtur libra atyre. Kurse për Kur'ani ka lënë garanci, edhe kjo është argument, vetëm një dera është hapur të rinderin kiamet për të arritur rruga drejt. Lusë Allahu madhruar, që Allahu Gjalleshanu në jep kuptimi e vërtet, në hap zemrat tona, në mbush zemra me dashuria Muhammedur Rasulullah s.a.s. me dashuria feja, shariati që ka sill Muhammedur Rasulullah s.a.s. me islam. Lusë Allahu madhruar, Allahu ndihçon zemrat tona me drita islamit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim.